Dashi, sot është dita për të ndjekur zemrën dhe intuitën. Një ndjenjë e re e lidhjes me partnerin mund të ndodhë, duke i sjellë marrëdhënies një ndriçim të freskët. Në punë, mbajini një qendrim të hapur ndaj ideve të reja. Dikush afër mund të ofrojë këshilla që do të ndihmojnë në zgjidhjen e një problemi të vjetër. Financat po kërkojnë vëmendje të veçantë. Është koha ideale për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane afatgjata. Lëre veten të pushoj këtë mbrëmje, duke u zhytur në një libër që të çon në botë të reja. Energjia pozitive do të mbështjellë shpirtin tënd, duke të ofruar qetësi dhe reflektim të thellë. Kujdesu për veten me dashuri dhe respekt. Demi, dita e sotme sjell një valë energjie pozitive që të ndihmon të përballosh çdo sfidë. Në vendin e punës, ky është momenti ideal për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë iniciativa të reja. Qëndro i hapur ndaj ideve të reja dhe bashkëpunimeve, pasi ato mund të sjellin përfitime të konsiderueshme. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj është mirë të planifikosh me kujdes shpenzimet. Në çështjet e zemrës, ndjenja e afërsisë dhe kuptimit të ndërsjellë do të forcohet. Çastet magjike me partnerin do të mbushin shpirtin me lumturi. Nëse je i vetëm, mos hezito të bësh hapin e parë drejt dikujt që të intrigon. Kujdesu për veten duke mbajtur një qendrim pozitiv dhe duke gjetur kohë për relaksim. Sot është një ditë për të ndjerë dhe për të shijuar. Binjakët. Sot, zemra jote përjeton një harmoni të re duke të sjellë një ndjenjë qetësie dhe pasiguritë shkojnë drejt largimin. Në punë, një mundësi e re po troket, por kujdesu të analizosh çdo detaj para se të marrësh një vendim final. Ka ardhur momenti të shprehësh kreativitetin dhe të besosh në instinktet e tua. Financat po përmirësohen ngadalë por sigurt, ndërsa investimet e kujdesshme do të shpërblehen në të ardhmen. Në dashuri, energjia pozitive e ditës ndes romancën dhe sjell afërsi me partnerin. Nëse je vetëm, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Kujdesu për shëndetin dhe mos harroni të relaksohesh pak gjatë mbrëmjes. Një ecje e qetë në natyrë do të ndihmojë të freskosh mendjen dhe trupin. Daforia. Dita e sotme sjell një valë pozitiviteti dhe qetësie. Në çështjet e zemrës, mos ngullo të shpreheni me ndershmëri ndaj partnerit tënd, sepse komunikimi i hapur do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, mund të përballeni me sfida që kërkojnë durim dhe përqendrim. Besoni në aftësitë tuaja dhe mos lejoni që pengesat e vogla t'ju ndalin. Financat tuaja duken të qëndrueshme, por do të ishte mirë të kurseni për t'u përgatitur për të ardhmen. Shijoni momentet e vogla të lumturisë që dita ka për të ofruar. Do të ndjeni një ndjesi të thellë paqe dhe harmonisë me veten tuaj. Mos harroni të kujdeseni për veten dhe të merrni kohë për reflektim. Gëzoni çdo çast që ju vjen përpara. Luani. Në këtë ditë të veçantë, të ndjeni një rritje të energjisë pozitive që ju mbush me guxim dhe entuziazëm. Në punë, është koha të shfaqni krijimtarinë tuaj dhe të merrni vendime të guximshme që mund të sjellin ndryshime pozitive. Kujdesuni të mos i merrni paratë si të mirëqena dhe bëni kujdes me buxhetin. Në dashuri, komunikimi i hapur me partnerin mund të përmirësojë marrëdhënien tuaj, duke sjellë harmoni dhe mirëkuptim. Nëse jeni ende duke kërkuar për dashurinë, mos e humbisni shpresën. Dikush i veçantë mund të hyjë në jetën tuaj kur më pak e prisni. Sot, ndaloni për një çast dhe reflektoni mbi atë që është vërtet e rëndësishme për ju, duke falendëruar për bekimet që keni. Virgjëresha. Dita e sotme sjell një dritë të re në jetën tuaj profesionale. Është koha e duhur për të bërë një hap që keni menduar prej kohësh. Mos keni frikë të kërkoni ndihmë nga kolegët, pasi bashkëpunimi do jetë çelësi i suksesit tuaj. Në marrëdhënie personale, një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptime të vogla. Merrni kohë për të dëgjuar dhe për të treguar mirëkuptim ndaj partnerit. Financat tregojnë një stabilitet të këndshëm, por është mirë të shmangni shpenzimet impulsive. Shëndeti kërkon vëmendje, ndaj relaksoni dhe ushtroni aktivitete që ju mbushin me energji pozitive. Buzëqeshni shpesh, sepse buzëqeshja juaj ndriçon çdo ambient ku ndodheni. Çastet e vogla gëzimi do të jenë burimi juaj i frymëzimit sot. Peshorja. Dita e sotme ofron një harmonizim të ndjeshëm midis mendjes dhe zemrës tuaj. Në çështjet e dashurisë, kushtojini kohë për të dëgjuar më mirë partnerin tuaj, pasi kështu mund të forconi lidhjen tuaj emocionale. Në vendin e punës, përqendrohuni në detyrat që kërkojnë kreativitet, sepse sot është një ditë e mrekullueshme për ide të reja dhe inovative. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje. Bëni kujdes me shpenzimet e tepërta dhe krijoni një plan të ri kursimi. Për ndjesim tuaj të brendshme, merrni frymë thellë dhe shijoni momentet e vogla që ju sjellin kënaqësi. Kujdesuni për vetveten dhe ndjeni energjinë pozitive që ju mbështjell.
Ju meritoni paqen dhe balancën që po kërkoni. Akrepi. Në këtë ditë të vjeshtës, përballesh me një ndjenjë të thellë introspektive. Zemra jote është e hapur ndaj emocioneve, por kujdes në ndarjen e tyre me të tjerët. Në dashuri, dialogu i sinqert mund të krijojë ura të reja lidhjeje. Puna mund të ndjehet si një udhëtim sfidues sot, por rezistenca jote është fuqia jote. Investimet e vogla financiare mund të sjellin përfitime të mëdha në të ardhmen, kështu që mendo mirë para se të veprosh. Merr kohë për të medituar dhe për të rihidhur me veten, pasi kjo do të përmirësojë energjinë tënde të brendshme. Kujdesu për shëndetin mendor dhe fizik duke marrë frymë thellë dhe duke bërë shëtitje në natyrë. Kujto se çdo ditë e re ofron mundësi të reja për rritje. Shigjetari. Sot zemra juaj do të ndriçojë si një yll në qiellin e natës. Në dashuri, është koha të hapni zemrën dhe të pranoni ndjesitë që ju ofrohen. Një bisedë e thellë do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë ndjenjat tuaja. Në punë, energjia juaj kreative do të jetë në kulmin e saj, duke ju shtyrë drejt projekteve të reja që mund të sjellin sukses të madh. Financat kërkojnë pak kujdes, planifikoni me mençuri dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Përqendrohuni me qetësinë e mendjes suaj dhe mos e nënvlerësoni fuqinë e meditimit për të gjetur balancën e brendshme. Një shëtitje në natyrë mund t'ju frymëzojë dhe të mbushë shpirtin tuaj me energji pozitive. Bëhuni miq me momentin dhe besoni në të ardhmen. Britsjapi. Sot mund të ndihesh sikur universi të ofron një dorë ndihmëse. Një projekt i punës që të ka lodhur më në fund do të nisë të jap frytet e tij. Energjitë tuaja janë në harmoni dhe kjo do të pasqyrohet në marrëdhëniet personale. Ndërsa përballesh me sfida të reja, mbaj mend se këmbëngulja është miku yt më i mirë. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e zemrës me një person të dashur mund të sjellë qartësi dhe ngrohtësi. Shmang shpenzimet e panevojshme sot dhe fokusohu në qëllimet afatgjata financiare. Dëgjoj instinktet e tua, ato kanë një mënyrë magjike për të udhëzuar. Përfundoni ditën me një moment qetësie dhe reflektimi, duke falendëruar për gjithçka që ke arritur. Ujori. Dita e sotme të fton të hapësh ndaj mundësive të reja që të afrohen në mënyrë të papritur. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë në sjelljen e më shumë harmoni në marrëdhënien tuaj. Mos ke frikë të shprehësh ndjenjat, pasi ato do të mirëpriten. Në punë, një projekt që ke për zemër mund të marrë një drejtim të ri dhe premtues. Bëhu i guximshëm dhe kërko mbështetjen që të nevojitet për të realizuar. Në sferën financiare, tregohu i kujdesshëm me shpenzimet impulsive që mund të të tundojnë. Kujdesu për shëndetin emocional duke dedikuar kohë për relaksim dhe meditim. Merr frymë thellë dhe lejo që energjia pozitive të mbushë shpirtin edhe në momentet më të tensionuara. Peshqit. Sot qielli duket të jetë në favorin tënd, duke sjellë ngrohtësi dhe ndjesi pozitive. Në dashuri, momenti është i përshtatshëm për të treguar ndjenjat e tua më të thella. Një bisedë e hapur do të ndihmojë për të forcuar lidhjet. Në punë, intuita do të jetë aleati yt më i mirë. Besoj instinkteve dhe zgjidhjet do të vinë në mënyrë natyrale. Financat janë të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të freskuar mendjen dhe për të sjellë qetësi në zemër. Mos hezito të kërkosh këshilla nga miq të afërt nëse ndihesh i pasigurt. Relaksohu dhe shijo momentet e vogla që të sjellin gëzim.